Njeriu i mençur është ai që e kontrollon veten kur zemërohet, kur dëshiron dhe kur friksohet. Kjo thënie e Imam Aliut thekson rëndësinë e vetë kontrollit dhe vetë disiplinës në situata të ndryshme të jetës. Le të thellohemi më tej në fjalët e kësaj thënie për ta kuptuar domethënien dhe rëndësinë e saj. Fjala e parë kyçe në këtë thënie është njeriu i mençur ose njeriu me intelekt. Ky term i referohet një personi që zotëron urtësi, dije dhe kuptim të thellë. Është e rëndësishme të theksohet se mençuria në këtë kontekst nuk kufizohet vetëm në aftësinë intelektuale, por përfshin edhe inteligjencën emocionale dhe vetëdijen për veten. Për ta kuptuar më mirë shpjegimin e kësaj thënie, i drejtohemi Kuranit për udhëzim. Allahu në surën Ali Imran në ajetin 134 thotë: ata që shpenzojnë në kohë mirësie dhe vështirësie, që e kontrollojnë zemërimin e tyre dhe falin njerëzit, e Allahu i do bamirësit. Ky ajet thekson rëndësinë e kontrollit të zemërimit, gjë që përputhet me pjesën e parë të thënies. Ai na mëson se mençuria e vërtet qëndron në frenimin e reagimeve të nxituara kur jemi të zemëruar. Në vend të kësaj, duhet të përpiqemi të reagojmë me durim, falje dhe mirësi. Po ashtu, në surën Jusuf në ajetin 53 gjejmë rrëfimin e profetit Jusuf a.s. kur ai u përball me tundimin nga gruaja e Azisit. Profeti Jusuf tregoi vetë kontroll të jashtëzakonshëm dhe i refuzoi kërkesat e saj duke thënë: unë nuk e shfaqsoj veten time, sepse vërtet shpirti është i prirur drejt së keqes, përveç atyre që i mëshiron Zoti im. Me të vërtet, Zoti im është falës dhe mëshirëplot. Ky ajet lidhet me pjesën e dytë të thënies, e cila thekson rëndësinë e vetkontrollit përballë dëshirave dhe tundimeve. Ai na mëson se mençuria e vërtet qëndron në përballimin dhe frenimin e epsheve, si dhe në kërkimin e mëshirës dhe faljes së Allahut. Së fundi, në surën Bekare, në ajetin 216, Allahu thotë: lufta u është bërë detyrim ju, edhe pse ju është e urryer. Mundet që ju të urreni diçka, por ajo është e mirë për ju, dhe mundet që ta doni diçka, por ajo është e keqe për ju. Allahu di, ndërsa ju nuk dini. Ky ajet lidhet me pjesën e tretë të thënies, e cila thekson rëndësinë e vetkontrollit përballë frikës. Ai na mëson se mençuria e vërtet qëndron në besimin ndaj urtësisë dhe udhëzimit të Allahut, edhe atëherë kur përballemi me frikë apo pasiguri. Na kujton se ajo që ne friksohemi nuk është gjithmonë e dëmshme, edhe ajo që e dëshirojmë nuk është gjithmonë e dobishme. Në përfundim, thënia e Imam Aliut nxjerr në parë rëndësinë e vetkontrollit në shumë aspekte të jetës sonë. Ajo na mëson se mençuria e vërtet qëndron në zotërimin e emocioneve, dëshirave dhe frikës, duke reaguar ndaj tyre në përputhje me mësimet e Kuranit. Duke ushtruar vetkontroll, ne mund të arrijmë paqe të brendshme, të forcojmë karakterin ton dhe në fund të kërkojmë kënaqësinë e Allahut. Allahu na dhën urtësi dhe forcë që t'i mëshirojmë mësimet e kësaj thënie në jetën tonë të përditshme.